E mira me lëvizjen bashkë që sikur flet një protestë normale dhe në fushat nuk ka ndonjë ndryshim të madh, sepse qëllimi nuk ndryshon. E keni parë se si ndryshon ligjërimi kur flasin këta të subjekteve tjera, kur janë në një protestë kështu, janë ku ta diun të zellshëm, pastaj vjen një moment çik më i butë, fillojnë të zbusin tonin, pastaj në fushat fillojnë bëjnë një lloj transaksioni ose fillojnë bëjnë një lloj kështu shantazhi, po zvotove mua do vdesësh. Ose du të zërë kancerin në fyt. Ndërkohë, duke parë dje një postim të Klodit që kishte gjetë në një me siguri në një lëmsh betoni që ishin duke përçuar zërin dhe mesazhin atje, në vend që të shikonte thjesht individ që të merrte votën, kishte parë një libër të braktisur atje dhe komunikonte me librin me idenë që kjo komunitet me siguri që vuan rënd shpirtërisht dhe kauza dhe fushata e lëvizjes bashkë duhet jetë një lloj terapie, duhet jetë një lloj çlirimi, duhet jetë një lloj frymëzimi, duhet jetë një lloj ereje e cila të vjen, të merr edhe të çon, po themi të paktën minimumi tek një rezultat shpresë që do hapi siparin pastaj për hapat e radhës. Unë jam marrë këtë ditë duke parë pak programet, sigurisht lëvizjes bashkë e njihja mirë që përpara, por kam parë për shembull që po të shikoni tek taksat janë gjithë njëri më i shesht se tjetri. Janë të gjithë të shesht, sepse nuk kanë se çfarë të ofrojnë, se vetë fillosh të mendosh me modele alternative duhet ta impenjosh pak më tepër trurin. Ndërkohë që kur e ke të shesht i fut 10% aty dhe je gati për pazarin e radhës, i thua të pëlqen 10, e bëjmë 8. Së përqen as 8, e qëjmë 6, e eqim fare, nuk ka problem. Pra, këtë e thot njëri që nuk ka ndërmend jetën e vetë të qeverisin dhe njëherë. Hallin e ka sa të kapi në i lokëm për një moment dhe pastaj ku jemi parë. Lëvizja bashkë është interesante edhe në trajt dhe për mënyrën se si komunikohet dhe si vjen. Sepse unë kam njohur shumë njerëz dhe thënë drejtën bëj sondazhe nga mëngjesi ndarët me njerëz dhe i qika shumë fshehur razi duke bërë atë që quhet sociologji pjesëmarrëse, përpiqem të kuptoj ku e kanë hallin, ku e kanë predispozitën dhe a janë gatshëm të ndryshojnë. Dhe më u thënë të drejtën duke e njohur pak teoritë e opinionit, duke parë që në shoqëri ku ka shumë monitoring, ka shumë kontroll, ka shumë hajdutri dhe vjedhje, njerëzit kanë predispozitën mos ta shprehin opinionit. Në telefon harrojnë se ta shprehin. Dhe ata 2% që thonë të sondazhet, po kanë pas kurajën të shprehin me telefon, tregon që janë shumë kurajos dhe kuraja duhet shumëzuar me 10. Sepse kështu funksionon. Ekziston një sociologe gjermane që quhet Elisabeth Neumann dhe ajo flet për spiralin e heshtjes. Dhe ajo ka një tezë që unë e adhuroj. Ajo thotë që minoranca e fortë dhe e bindur ka më shumë shanse të çajë në të ardhmen se sa një shumicë konformiste e cila e shet opinionin për arsye kompromisi. Pierre Bourdieu thotë që matet e opinionit janë thjesht struktura, instrumente në duart e të fortëve, atyre që kanë para, të cilët duan që momentet caktuara të vënë agjend. Dhe mbani mend siç bënin përpara, thonin ka ca lëvizje të reja, po neve s'po na dalim olla. Pastaj kur i dolën, thanë mirë, po shiko se nga funi zgjedhjeve këto shtrëngohen pak. Tash kanë filluar shiko se të mbysin këta të mëdhej, pastaj kanë filluar fragmentarizimi i votës se ku do diun. Në thelb, për mendimin tim, është gjithmonë frika nga e reja, frika nga një forcë, nga një fuqi që do vi ti trokas shumë shpejt dhe që unë mendoj që çdo tentativë intimidimi që vjen nga jashtë duhet parë si një frikë e shprehur dhe duhet parë si një forcë, jo si një diçka që neve na pengon dhe nuk na lë të ecim përpara. Dhe për ta mbyllur, doja të thoja që faleminderit gjithë njerëzve të cilët në një mënyrë ose një tjetër kontribojnë për këtë gjë dhe kam idenë që në fund do ketë një rrezë shprese e cila do na inkurajojë të gjithëve dhe do ecim në ato rrugë që kemi ndërmarrë dhe doja të falenderoj veçanërisht gjithmonë falenderoj ata që kanë besuar të parët, gjithmonë ka të parë që besojnë. Ata të parë mund të kenë qenë dhe 2 veta.
Po ata të parë janë si filizi që e hedh dhe pastaj rritet. Faleminderit.